Pas 30 vitesh, familja Bunjaku ka arritur ta rikthej banesën e tyre në Mitrovisë të Veriut. Sot, kjo familje është rikthyer përfundimisht për ta rindërtuar dhe për të jetuar në këtë zonë. Largimi nga banesa kon vitin 1990. Dikon ka tetori, muaj tetor. Edhe që ka qenë një e dhomshme, dhe me thonë, 2 orë këm pas afat, une me 2 fëmijë kishëm, tash jena 4. Une nuk kom pas frikë edhe kur nuk kena mujt me ardhë, gjithmonë kemi dalë kënej, edhe do me thonë e kom ba një shikim, prej poshtë i lartë, e tash unë mendoj me ardhë me banu këtu. Nuk kam frikë prej askujt. Edhe ju kisha bo apel gjithve që i kam banisat kënej urës në Veri, do me thonë t'i rikthejmë pronat e veta. S'kam pse mu frigu. Këtë moment e kishit imaginuar ndonjëherë? E kam andru, por kur se kam imaginu. A gjithmonë e kam andru që do të kthejna një ditë, do të vim banesën tëmë, do të vim pronën ku kemi jetu, edhe pse ka qenë një shumë e vogël, po për mu ka qenë mjaftë në atë kohë.